Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Një gotë nga ky lëng para se të flini është shpëtimi për të gjithë. Ja arsyeja. Bërja e një zgjidhje të thjeshtë me atë që pini mund të ulë në mënyrë drastike presionin e gjakut, kanë zbuluar ekspertët. Presioni i lartë i gjakut ose hipertensioni lexohet si 14/9 ose 15/9 dhe për ata mbi moshën 80 vjeç. Është vlerësuar gjithashtu se më pak se më shumë se 1/4 e të rriturve me metabolizëm të rrallë mund të kenë rreth 14.5 milion njerëz që kanë tension të lartë të gjakut. Nga këtu, rreth 9 milion të njerëzve janë diagnostifikuar me presion të lartë të gjakut nga mjeku i tyre i përgjithshëm. Por ulëntimet nga Biblioteka Kombëtare e Mjekësisë në SBA tregojnë se marrja e nitrateve mund të përmirësojë presionin e lartë të gjakut. Duke pasur 11 prova klinike nga 2008 deri në vitin 2018, pjesëmarrësit konsumuan lëng panxari ose pije të tjera çfarëdo. Studimi arriti në përfundimin se lëngu i panxarit është një strategji me kosto efektive që mund të ulë presionin e gjakut. Autorët e studimit vënë në dukje gjithashtu se pija ul ndjeshëm rrezikun e problemeve kardiovaskulare, pra nuk është vetëm presioni i gjakut që mund të përmirësohet, por edhe shëndeti i përgjithshëm. Ky studim u krye brenda një kohe të shkurtër dhe gjithashtu tregoi se pirja e lëngut të panxarit në planin afatshkurtër mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj në stabilizimin e presionit të lartë të gjakut. Por kush janë personat që të paktën rrezikohen nga presioni i lartë i gjakut? Nuk është gjithmonë e qartë se çfarë shkakton presionin e lartë të gjakut, por ka gjëra që mund të arrisin atë. Ju mund të jeni më të rrezikuar nëse jeni mbi peshë, hani shumë krip dhe nuk hani sa duhet fruta dhe perime, mos bëni ushtrime të mjaftueshme, pini shumë alkool ose kafe, duhani i tepërt, stresi, mosha mbi 65 vjeç. Keni një të afër me presion të lartë të gjakut. Jeni me prejardhje të Afrikës ose të Karaibeve, jetoni në zona të privuara. Këto janë faktorët kryesor të cilët nxisin drejt për së drejti edhe rritjen e shanseve për të vuajtur nga presioni i lartë i gjakut. Ndryshimet e stilit të jetesës mund të jenë çelësi për të ulur kështu presionin e lartë të gjakut në kushtet aktuale. Gjithashtu, sipas ekspertëve, për të stabilizuar tensionin tuaj, duhet të zvogëloni sasinë e kripës që hani dhe të bëni një dietë të përgjithshme të shëndetshme. Të paksoni konsumin e alkoolit, të humbisni peshë nëse jeni mbi peshë, të ushtroheni rregullisht, të shkurtoni kafeinën dhe të ndaloni gjithashtu pirjen e duhanit. Disa njerëz me presion të lartë të gjakut mund të kenë nevojë gjithashtu të marrin një ose më shumë ilaçe për të parandaluar presionin e lartë të gjakut. Ilaçi rekomanduar për ju do të varet nga të gjitha këto, si presioni i lartë i gjakut, mosha dhe përkatësia juaj etnike. Gjithashtu është e rëndësishme që nëse vuani nga presioni i lartë i gjakut, të tregoheni më të vëmendshëm edhe ndaj jetës suaj, pasi aktivitetet të ndryshme mund të ndikojnë në drejt për së drejti në shëndetin tuaj. Sipas të dhënave nga Shoqata Amerikane e Zemrës, gati gjysma e njerëzve në SBA kanë presion të lartë të gjakut dhe numri i vdekjeve është rritur me pothuajse 38%. Në shumë raste, presioni i lartë i gjakut mund të kontrollohet vetëm me ndryshime që bëni në dietën tuaj. Dieta DASH, qasje dietike për të parandaluar hipertensionin, e cila shmang kripën, alkoolin dhe kafeinën, thekson në rëndësinë e konsumit të perimeve, frutave, bulmetit me pak yndyrë, bishtajave, arave, farave dhe drithrave. Konsumi i tyre është treguar se ul presionin e gjakut në vetëm 2 javë. Shtoni në dietën tuaj këto ushqime dhe mbroni veten nga ataku në zemër, madje edhe nga goditja në tru. Panxari i kuq, sipas Departamentit Amerikan të Ushqyerjes, është një zgjidhje shumë e mirë për personat që aktualisht janë duke vuajtur nga presioni i lartë i gjakut. Panxari i kuq ka shumë vlera për shëndetin, duke qenë se ai është i pasur me vitamina minerale si dhe përbërës aromatik si karotenoidi, vitamina C, magnezi, hekuri, bakri dhe fosfori. Në të njëjtën kohë është një burim i shkëlqyer i antioksidantëve të vlefshëm. Panxari është i lartë në polifenole dhe oksid nitrik.
një përbërës që redukton inflamacionin dhe nxit zgjerimin e arterieve dhe gjithashtu ul presionin e gjakut. Në një studim, njerëzit që pinin lëng panxhari të përzier me lëng molle treguan edhe uljen e presionit sistolik të gjakut, vetëm 6 orë më vonë. Perimet, veçanërisht perimet me gjithë jeshile, hudhra rrisin oksidin nitrik në trup, ulin presionin e gjakut dhe gjithashtu mbrojnë nga problemet e hipertensionit. Shegët. Shegët janë të pasur me polifenole antioksidant që kanë efekte pozitive në presionin e gjakut dhe ndaj sëmundjeve kardiovaskulare. Në një studim, njerëzit të cilët pinin çdo ditë një filxhan ose më shumë me lëng shege treguan një ulje të presionit sistolik, presionit maksimal që ushtron zemra gjatë rrahjeve, dhe diastolik, sasija e presionit të arterieve tuaja midis rrahjeve. Stikat gjithashtu janë një ushqim i shëndetshëm për persona që tashmë vuajnë nga shqetësimet e hipertensionit. Stikat janë të pasura me yndyrna të shëndetshme, me magnez, me kalium dhe përbërës të tjerë që ulin presionin e gjakut. Në një studim, njerëzit me kolesterol të lartë që konsumonin disa stika në ditë kishin presion të ulët të gjakut. Studimet të tjera kanë treguar se arrat mund të kenë gjithashtu efekte pozitive në presionin dhe funksionin e enëve të gjakut. Kosi. Kosi dhe produktet e tjera të qumshtit me pak yndyrë mund të mbrojnë kundër presionit të lartë të gjakut. Një studim zbuloi një lidhje midis kosit, qumshtit dhe uljes së rrezikut të hipertensionit. Në një studim tjetër, gratë që konsumonin 5 ose më shumë racione kos në javë treguan një reduktim për 20% të rrezikut të zhvillimit të presionit të lartë të gjakut. Studiuesit besojnë se kalciumi, magnezi, fosfori dhe lëndët të tjera ushqyese të qumshtit luajnë një rol të rëndësishëm. Përveç kësaj, produktet e qumshtit përmbajnë peptide, të cilat kanë në veti bioaktive që ndikojnë në presionin e lartë të gjakut. Farat e lirit. Farat e lirit janë të pasur me omega 3 dhe fibra të cilat ndihmojnë në mbrojtjen kundër presionit të lartë të gjakut. Në një studim, njerëzit me hipertension që konsumonin farat e lirit për 6 muaj treguan një ulje të presionit sistolik dhe diastolik të gjakut. Farat e lirit kanë një efekt të fuqishëm si vaji i lirit. Farat e tjera si farat e kungullit dhe lule diellit kanë gjithashtu përmbajtje të lartë të kaliumit dhe magnezit, të cilat kanë efekte të ngjashme me presionin e gjakut në shëndetin e përgjithshëm kardiovaskular. Prandaj edhe ushqyerja gjithashtu ndikon pozitivisht në shëndetin tuaj. Grapefruit. Frutat agrume si grapefruit, portokall dhe limon kanë efekte të fuqishme në uljen e presionit të gjakut. Ato gjithashtu janë të mbushura me vitamina dhe minerale që ju mbajnë të shëndetshëm, duke ulur faktorët e rrezikut të sëmundjeve të zemrës të shkaktuar nga presioni i gjakut. Por kujdes nëse jeni duke përdorur ilaçe për hipertensionin, ky frut mund të ulë efektivitetin e tyre. Salmoni. Peshqit yndyror janë burime të shkëlqyera të yndyrnave omega 3 dhe përfitimeve të konsiderueshme në shëndetin e zemrës. Këto yndyra ndihmojnë në kontrollin e presionit të gjakut, duke ulur inflamacionin dhe duke ulur kështu edhe ngushtimin e enëve të gjakut. Shardi. Shardi është një perime me gjithë jeshile e mbushur me element që rregullojnë presionin e gjakut, kaliumin dhe magnezin dhe kalciumin. Një filxhan me shardi siguron pjesën më të madhe të nevojës tuaj ditore për magnez dhe gjithashtu duhet të përfshihen vazhdimisht në dietën tuaj. Farat e kungullit gjithashtu janë një zgjidhje shumë e mirë për ju. Farat e kungullit mund të jenë të vogla, por vlerat e tyre janë të mëdha kur bëhet fjala për ushqyerjen. Ato përmbajnë element që përfshin magnezin, kaliumin dhe argininën, të cilat kontribojnë në prodhimin e oksidit nitrik të nevojshëm për relaksin e enëve të gjakut dhe uljen e presionit të gjakut. Fasulet dhe thjerrzat. Fasulet dhe thjerrzat janë të pasura me lëndë ushqyese që ndihmojnë në rregullimin e presionit të gjakut, të tilla si fibra, magnezi dhe kaliumi. Manaferat, fistikët, karrotat, selinoja, domatet, brokoli, kosi dhe erëzat janë zgjidhje të mira për ju. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.